Finalja e kampionatit të 11 në basketbol për djemtë e shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë u zhvillua sot mes shkollës Fotopuka dhe shkollës Skënder Libohova. Pas një ndeshjeje të bukur sportive, skuadra e shkollës Fotopuka u shpall fituese me rezultatin 23-9. Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve ishte pranishme kryetaria e Bashkisë së Lushnjës, Eriselda Sefa, e shoqëruar nga nënkryetaria Maldrita Bardho dhe drejtoresha e zyrës së arsimit Arta Dhamo. Drejtori i Qendrës së Kulturës së Fëmijëve Sajmir Bahja falenderoi të gjithë nxënësit pjesëmarrës dhe shkollat që u bën pjesë e këtij aktiviteti. Do ta nis me ju nxënës që pa ju ne nuk bëjmë dot asnjë aktivitet. Jo vetëm ne, po asnjë gjë nuk ekziston, por nuk jeni juve. Faleminderit. Me shkollat, mësuesit, drejtoritë, zyrën arsimore, bashkinë e cila na mundson këto veprimtari. Finalistët i përshëndeti edhe drejtoresha e zyrës arsimore, Dhamo, e cila vlerësoi rëndësinë e aktiviteteve sportive në edukimin e nxënësve. Dua të përgëzoj të dyja skuadrat finaliste dhe skuadrën fituese, edhe të gjithë shkollat dhe mësuesit që morën pjesë në këtë kampionat të 11 të basketbollit. Na përsollët emocione shumë të bukura dhe shumë të forta, suksese dhe aktivitete të tjera edhe më të bukura na presin. Ndërsa kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa përgëzoi fituesit dhe falenderoi organizatorët për zhvillimin e këtij aktiviteti sportiv. Shumë përgëzime dhe shumë falenderime për të gjithë shkollat pjesëmarrëse, shumë suksese dy skuadrave finaliste. Patjetër që një falenderim i madh shkon Qendrës Kulturore të Fëmijëve, e cila vazhdimisht organizon kampionate të tilla, sepse qëllimi i jon si institucion është që të masivizojmë sa më shumë sportet. Prandaj dhe pjesëmarrja juaj në kampionate tregon se sa shumë e doni sportin. Edhe mësuesi i edukimit fizik dhe njëkohësisht trajneri i ekipit fitues të shkollës nëntëvjeçare Fotopuka falenderoi djemtë për përkushtimin dhe lojën e treguar në këtë kampionat. Përfitoj nga rasti të falenderoj këta djemë që na dhuruan këto emocionet pa përshkrueshme, falenderoj drejtuesit e këtij aktiviteti, Bashkinë Lushnjë dhe zyrën arsimore. Pasioni këtyre djemëve çoi në fitoren e kësaj kupe që na dhuroi kaq shumë emocione pa përshkrueshme. Në kampionat morën pjesë 8 shkolla publike dhe jo publike. Aktiviteti u organizua nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me zyrën arsimore me mbështetjen e Bashkisë Lushnjë. Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim shtetasin AM. Antari i Këshillit Bashkiak të Lushnjës e akuzuar për veprën penale falsifikimi letër njoftimeve i pasaportave ose i vizave. Sipas hetimeve i pandehurin në cilësinë e antarit të Këshillit Bashkiak ka paraqitur të dhëna të pasakta në formularin e vetdeklarimit, duke mos deklaruar se ka qenë i arrestuar apo se ndaj tij është vendosur mas sigurie. Nga verifikimet e kryera rezultoi se e kundërta është e vërtetë. Sipas organit të akuzës, shtetasi AM ka qenë ndaluar dhe ndaj tij është caktuar masa e sigurisë, arrest në burg, duke qëndruar në paraburgim për rreth 5 muaj. Konkretisht, më 15 shkurt 2006, prokuroria e rrethit gjyqësor Korç e kishte ndaluar shtetasin AM i dyshuar për veprën penale shfrytëzim prostitucioni. Për shkak të mosdeklarimit të këtij fakti në formularin e vetdeklarimit, prokuroria ka vendosur ta dërgojë çështjen në gjykim. Kryeministri Edi Rama mbajti sot një konferencë për shtyp ku deklaroi se parlamenti javën tjetër do të ftohet që të miratojë një rezolut në lidhje me Iranin. Ai u shpreh se rezoluta do të shpallë Republikën Khomeiniste të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit dhe rezoluta do të kërkojë po ashtu shpalljen si organizatë terroriste të Gardës Revolucionare të Iranit dhe Hezbollahut. Javën që vjen, Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet të votojë një rezolut për ta shpallur Republikën Khomeiniste të Iranit. Unë me gojë nuk e them dot islamike, sepse ajo Republikë nuk ka asnjë lidhje me Islamin. Sipas asaj që unë di dhe sipas asaj që unë shmoj tek Islami, shtet sponsor të terrorizmit. Dhe bashkë me këtë do të shpallet organizatë terroriste Garda Republikane e Iranit dhe Hezbollahu, që dyja. Kryeministri foli edhe për rrëzimin e kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut.
Ai theksoi edhe një herë shëndrimin e Partisë Socialiste se kërkesa e SPAK nuk përmbushte kushtet për të konsideruar me qëllim që të zëvendësohej masa. Kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për të marrë në konsiderat. Në ndërkohë që përpjekja për ta lidhur refuzimin me ndonjë arsye tjetër apo për t'i dhënë refuzimin për masën e një fakti që do të blokojë rrugën e Shqipërisë me Bashkimin Evropian apo do të pengojë zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi apo do të pengojë aktivitetin e pavarur të drejtësisë, është një përpjekje e shëmtuar. Kryeministri Edi Rama në konferencë reagoi për herë të parë për rritjen e çmimit të naftës në Shqipëri si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Ai tha se do të krijohet faktori i ri i shtetit në tregun e naftës për të lehtësuar barrën e qytetarëve. Një nga objektivat tona është krijimi i një faktori të ri në tregun e naftës, një faktori shtetëror, një force publike për të krijuar një kapacitet që të lehtësojë barrën mbi qytetarët. Drejtoria vendore e policisë Fier njofton se është arrestuar shtetasi IH 38 vjeç, banues në Roskovec nga specialistët e qarkullimit rrugor, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LG, 54 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se për motive të dobta ka tentuar të djeg një mjet në pronësi të një subjekti. Edhe për dy 16 vjeçare, pasi dyshohet se janë konfliktuar me grushte me një bashkë moshatare. Dje dyshohet se si pasojë e një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në banesën e shtetases FA në fshatin Portës. Si pasojë pati vetëm dëme materiale. Grupi hetimor po punon për dokumentimin e rrethanave të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Kaja Kallas, drejtuesja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, tha se Amerika do të përçajë Evropën dhe nuk e pëlqen Bashkimin Evropian në një intervistë botuar nga Financial Times të premten, pas më shumë se një viti trazirash në marrëdhëniet transatlantike. Ajo që mendoj se është në të vërtetë e rëndësishme që të gjithë ta kuptojnë, është se Amerika ka qenë shumë e qartë se do të ndajë Evropën. Ajo nuk e pëlqen Bashkimin Evropian, tha Kallas për Financial Times. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka shënjestruar vazhdimisht Bashkimin Evropian në mandatin e tij të dytë, duke vendosur tarifa për vendet anëtare dhe të tjerët dhe duke folur për aneksimin e Grenlandës, një veprim që mund të jap fund në mënyrë efektive aleancës së NATO-s. Këtë javë administrata e Trump nisi hetime tregtare ndaj BE-s dhe vendeve të tjera, përfshirë Kinën, Indinë, Japoninë, Korenë e Jugut dhe Meksikën, për ato që i quajti praktika të padrejta tregtare. Sipas hetimit, vendet mund të përballen me tarifa të reja deri këtë verë, pasi Gjykata Supreme e Amerikës hoqi pjesën më të madhe të programit tarifor të Trump muajin e kaluar. Kallas tha se qasja e Amerikës ndaj BE-s pasqyronte taktikat e përdorura nga kundërshtarët e bllokut, sipas Financial Times. Vendet e BE-s nuk duhet të kërkojnë të merren me Trumpin në mënyrë bilaterale, tha ajo, dhe në vend të kësaj duhet të merren me të së bashku, sepse ne jemi fuqi të barabarta kur jemi së bashku, raportoi Financial Times. Megjithatë, për mbrojtjen, Kallas tha se bloku duhej të blinte nga Amerika, sepse nuk ka asetet ose kapacitetet që i nevojiten, duke shtuar se Evropa duhej të investonte në industrinë e saj të mbrojtjes.